Ka diçka brenda meje që nuk më lë të qetë. Një ndjenjë, një dëshirë, është një zjarr që të djeg dhe të jep etje për madhështi. Kam ëndra dhe pritshmëri për jetën time, të cilat janë tepër të mëdha për vendin ku jetoj. Por nuk do ndalem, nuk do ndjek rrjedhjen e jetës e cila na imponohet. Dhe më e rëndësishmja, ajo që dëgjoj më së tepërmi, është vetja ime. Në krevatin e mendimeve jam vetëm unë dhe askush tjetër. Kur njerëzit nuk besojnë tek unë, ose dhe kur ma duan të keqen, më ushqen egon, po egon, sepse unë kam forcën të tregoj të kundërtën e asaj që atyre besojnë. Do vazhdoj të marr çdo mundësi të mirë që më vjen dhe nuk do ndaloj së bëri ato që mundem të bëj, të shkruaj dhe të botoj libra. Nuk më intereson sa të mira do jenë, ose se dhe kujt t'i pëlqejnë. Unë do vazhdoj. Nuk do ndalem dhe derisa emri im të shkruhet në një yll Hollywoodi, që prindrit e mi dhe familja ime të shohin dhe të thonë ajo është vajza jon. Tu tregoj të rinjve që të mos kenë frikë të shprehin talentin e tyre apo dhe pasionet e tyre, sepse me pak vullnet ja del. Kujtoni se të gjitha karrierat e suksesshme nisin me ëndra dhe vizione. Fakti se ti e do është sepse është e jotja që në ato moment. Dhe mos harroni, ata që nuk dorëzohen janë ata që bëjnë histori.